Analisti politik Donik Sallova është i ftuar sonte në kontakt me të cilin do të flasim për të arriturat dhe dështimet e qeverisë gjatë vitit 2015. Përshëndetje, zoti Sallova, dhe mirë se vini. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kemi pasur një vit të tensionuar në fushën politike. Sipas juve, sa ja ka arritur kjo qeveri që të punojë për vendin? Po faktikisht ky vit i parë i mandatit të kësaj qeverie më shumë ka qenë i karakterizuar nga tensionet politike të krijuara qysh prej fillimit të mandatit e deri tashmë në fund të vitit të saj të parë, sesa po themi që është identifikuar me ndonjë sukses të identifikueshëm në kontekst të qeverisjes së vendit ose të zhvillimit ekonomik ose të politikave të caktuara që do duhet kjo qeveri të ndërmerrte ose të reformave që konsiderohet që është e nevojshme të ndërmerrem. Ne e dimë që me fillim të mandatit të kësaj qeverie, që me zgjedhjen e Isa Mustafas kryeministër, ne kemi pasur një protestë në atë kohë gjithë popullore kundër një ministri të këtij kabineti qeveritar, e cila krizë po themi u shkaktua edhe për shkak të një lloj këmbgulje të kryeministit për të mos u tërhequr nga emërimi i tij, për të mos e shkarkuar ministrin e tij etj. Më pastaj, shumë shpejt erdhën çështja e negociatave në Bruksel, miratimi i Bashkisë së Komunave Serbe, çështja e demarkacionit, dhe ne që në shtator, pra kur fillon po themi pjesa e dytë e sesionit parlamentar, që nga shtatori ne u futëm në një cikël krizash e cila akoma po themi nuk është e kaluar. Nëse ne nëse dikush do tentonte ta identifikonte me të parën këtë vit të parë të qeverisës së Isa Mustafas dhe të kësaj qeverie, pa dyshim që krizat, protestat, kontestimet, kërkesat për ndërheqje janë ato që njerëzit do t'i kujtojnë më së shumti. Çka na pret gjatë fillimit të vitit të ardhshëm? Në sa shihet është një situatë e ngjashme, do të kemi përsëri një kuvend të bllokuar. Po themi viti i ardhshëm politik, nëse mund të shprehemi kështu, i ka përpara 3 sfida kryesore. Do të jetë zhbllokimi i parlamentit i cili lidhet me çështjen e Bashkisë së Komunave Serbe dhe me çështjen e demarkacionit. Me gjasë pa u zgjidhur këto dy çështje, ne nuk mund të themi që do të fillojmë një sesion parlamentar normal. E dyta do të jetë zgjedhja e presidentit të Republikës, sepse nëse eventualisht ne dështojmë ta zgjedhim presidentin ose ndryshojnë rrethanat politike dhe nuk do të shkojmë drejt zgjedhjes së thashit president, po mund na vijë ndonjë emër tjetër që nuk është planifikuar, edhe kjo po themi mund ta karakterizojë vitin e ardhshëm politik, qoftë me stabilitet, qoftë me krizë. Dhe e treta do të jetë çështja e liberalizimit të vizave. Kjo qeveri tashmë shumë zëshëm po flet që fillimi i vitit do të jetë viti kur do të kompletohen kriteret po themi të kërkuara nga Bashkimi Evropian dhe Kosova do të shkojë drejt liberalizimit të vizave. Nëse po themi këto çështje arrin të i kalohen, ne mund të kemi një vit të dytë po themi që shkon drejt normalitetit të kësaj qeverie, ose ky mund të jetë viti fillimi i rënjes së kësaj qeverie. Çka nëse kemi edhe një vit kështu me kriza politike, a mund të shkojë viti me krizë politike apo duhet të shkojë? Nuk mund, kriza politike nuk mund vazhdohet. Ne tashmë kemi një vendim të gjykatës kushtetuese e cila sidomos për çështjen e Bashkisë së Komunave Serbe ka dhënë mendimin e saj dhe ka konstatuar se disa parime të marrëveshjes së dytë asaj të ngushtit në Bruksel nuk janë tërësisht në pajtueshmëri me kushtetutën dhe rekomandoj që bashkësia të formohet, sepse tashmë Kosova ka obligim ta formojë bashkësinë, por kjo bashkësi të formohet sipas parimeve të marrëveshjes së parë, dhe ne e dimë që marrëveshja e parë, ajo në 19 prillit, është votuar edhe nga një pjesë e opozitës së sotme, nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, si dhe nga figurat kyçe të nismës. Pra, nëse po themi formimi i Bashkisë së Komunave Serbe do të procedohet mbi bazën e vendimit të gjykatës kushtetuese, ne nuk do duhet të kishim rezistencë tashmë kaq të madhe kundër Bashkisë së Komunave Serbe. Çështja e demarkacionit me gjasë duhet të marrë një kahje, sepse kryeministri vetë se ka thënë që i kërkoi opozitës i dërgoi 3 ekspertët e saj që t'i bashkohen ekspertëve të qeverisë dhe ekspertëve ndërkombëtar dhe të hetohet po themi kushtimisht në një komision ad hoc puna e komisionit shtetëror që ka marrë pjesë në përcaktimin e kufirit. Unë mendoj që opozita nuk do duhet të kërkonte me ngulm shkarkimin para praktë të komisionit. Komisioni shtetëror mund të shkarkojë nëse ky komision ad hoc do të konstatonte që ata vërtet kanë bërë shkelje. Unë mendoj që këtu nuk ka vend për bllokate më tutjeshme dhe mbi këtë bazë po themi do duhet të shihnim edhe dalje nga kriza, por tashmë opozita po themi i ka ndryshuar deklaratat e veta. Tashmë me që gjykata kushtetuese konstatoi që marrëveshja e 25 gushtit bie ndesh me kushtetutën, këta kërkojnë ndërheqjen e qeverisë dhe rrëzimin e qeverisë, për shkak se kjo qenë ka qeveri që pas ka shkelur kushtetutën. Në fakt, ne duhet themi që
qeveria kur shkel kushtetutën, jo domosdoshmërisht automatikisht duhet të jap dorëheqje ose të shkarkohet. Për dallim ta zëm prej postit të presidentit, ne kishim rastin e presidentit Sejdiu, i cili u konstatua që kishte shkelur kushtetutën duke qenë president dhe dorëheqja e tij ose shkarkimi i tij ishte automatik. Në rastin e qeverisë, çdo akt i saj që mund të shkel kushtetutën ai anulohet, sepse dihet nga filli që vendimet e kushtetutës janë vendime të pa diskutueshme. Në këtë rast kjo qeveri po themi është qeveri që nuk ka moralin politik ta zon për të vazhdu mëtutje ose për të shku mëtutje negociata, sepse nëse kjo pas ka gabuar në negociata... Në janar është planifikuar rifillimi i dialogut. Unë nuk e di se sa do t'jetë komode kjo qeveri të shkojnë në negociata të reja, kur po shtohet presioni çështjes së liberalizimit të vizave dhe tashmë presioni për të dorëhequr për shkak të shkeljes së kushtetutës pikërisht në negociata. Prandaj ndoshta duke kaluar nga dy çështjet konkrete, Bashkësia e Komunave Serbe dhe demarkacioni, tashmë po kalohet në atë që kjo qeveri duhet shkojë, sepse s'ka të drejtë morale dhe politike për të qeverisur më tutje. Opozita ka paralajmëruar një protestë me datën 9 janar, ku krahas dy kërkesave që i kishte deri më tani, tash e ka edhe kërkesën për dorëheqjen e qeverisë dhe shkuarin e vendit në zgjedhjet të jashtëzakonshme. Sipas juve, a është momenti që kjo që tani opozita ta shkarkojë këtë qeveri apo kjo qeveri të dorëhiqet vetë? Po themi, fitoria në thojza politike që opozita e korri me rastin e shpalljes së vendimit të gjykatës kushtetuese, ku konstatua jo kushtetueshmëria e Bashkisë së Komunave Serbe në formatin siç po mendohet të formohet, dhe demarkacioni, megjithatë kishin një mobilitet të madh qytetar, pra njerëzit nënshkruan peticionin edhe morën pjesë në protesta. Unë nuk besoj që shkalla pjesëmarrjes në protesta në raport me dorëheqjen e kërkuar të qeverisë do të jetë e barabartë me kundërshtimin që po themi populli opozitar i ka bërë këtyre dy marrëveshjeve. Prandaj unë mendoj që kjo qeveri mund të bie më shumë për shkak të ndryshimit të ndonjë konstelacioni brenda koalicionit qeveritar PDK-s dhe LDK-s, sesa nga ndonjë imponim që mund vijë nga jashtë nga protestat e opozitës. Opozita me protestat e veta do të tentojë ta delegitimojë edhe më tutje këtë qeveri, por mendoj që prap nuk ka kapacitet që me protesta të dhunshme ta binte një qeveri të dhunshme, pasi që tani qytetarët e kanë edhe vendimin e gjykatës kushtetuese. Tashmë protesta do të mund të eskalonin nëse qeveria do të insistonte ta zbatonte marrëveshjen e Bashkisë së Komunave Serbe pa ndryshimet që i kërkon gjykata kushtetuese. Ajo ka për detyrë që të përfillë ndryshimet që i ka gjykata kushtetuese, dhe gjykata kushtetuese i ka treguar që në aktin qeveritar që do nxjerrë dhe në statutin që do ta themelojë Bashkësia e Komunave Serbe duhet të përfillen pikat konkrete që të shmanget shkelja e kushtetutës, se ne e dimë mirëfilli që marrëveshja e 25 gushtit nuk e ka themeluar asociacionin, por thjesht ka qenë një marrëveshje se si duhet të themelohet ai. Por kjo mënyrë se si duhet të themelohet ai, gjykata kushtetuese ka gjetur shkeljet e veta. Nëse qeveria do të insistojë që të bëjë vetëm ndryshime kozmetike, a mund të rinegociohet kjo marrëveshje? Unë mendoj që marrëveshja nuk është se do të rinegociohet. Gjykata kushtetuese e para ka konfirmuar që bashkësia duhet të formohet, dhe formimi i bashkësisë e kishte konstatuar edhe atëherë që nuk bie ndesh me Kushtetutën e Kosovës, sepse po thuhet që Bashkësia Komunale do jetë një OJC, ku komuna do të organizohen etj. Nëse do të mbetet brenda këtij stadi, thjesht qeveria duhet të ketë kujdes që në hartimin e statutit të mos jap vërtet kompetenca ekzekutive. Por tashmë ne kemi parë reagimin e Serbisë. Serbia thotë që marrëveshja duhet të zbatohet ashtu siç është nënshkruar. Edhe Bashkimi Evropian ka dhënë një lloj qëndrimi që kërkon të realizohet ose të formohet Bashkësia e Komunave Serbe, por nuk është se ka mbajtur ndonjë qëndrim kundërshtues ndaj vendimit të gjykatës kushtetuese. Sepse unë nuk besoj që edhe në Bruksel nga ana e Bashkisë Ndërkombëtare është tentuar të imponohet ndonjë marrëveshje jo kushtetuese. Ky mund të jetë synimi i Serbisë, dhe Serbia vërtet duhet ta ketë pasur këtë synim, sepse ata thanë madje duhet të ndryshohet kushtetuta e Kosovës. Pra ata e konfirmuan që kjo marrëveshje binte ndesh me kushtetutën. Por në këtë drejtim nuk do duhet të lëshonim ta. Pas 2 muajve kemi edhe zgjedhjen e presidentit të ri. A do të bëhet lideri i PDK-s Hashim Thaçi presidenti i vendit, pasi që deri tani kemi të vetmin kandidat publik? Po deri në këtë moment ai ka konfirmuar ambicien e tij për të bërë president i Kosovës. Kjo gjë garantohet, po themi, edhe me një marrëveshje politike që është bërë mes LDK-s dhe PDK-s. Unë mendoj që nuk do duhet të kishte arsye që Thaçi të mos zgjedhej president. Ka zëra brenda LDK-s që e kontestojnë zgjedhjen e Thaçit president.
Tash, zgjedhja e Thashit President mund të ketë kosto politike për LDK-n. Sigur se ka kosto politike fakti që ajo është futur në koalicion me PDK-n, kur 6 muaj ishte pjesë e një koalicioni të quajtur Vlan dhe kundërshtonte Thashin. Pra kosto politike ka marrëveshja dhe pjesa e zgjedhjes së Thashit President do të jetë pjesë e kostos politike të marrëveshjes që ajo ka bërë në krye të herës me PDK-n. Unë mendoj që nuk do duhej brenda LDK-s të dilin njerëz që nuk e votojnë Thashin President. LDK-ja ka qenë ajo që po themi që nga vdekja e Rrugovës, presidenti Rrugova e ka kërkuar qeverinë. Ka kërkuar që më në fund LDK-ja të qeverisë me vendin, ta dëshmoj se di me qeverisë, ta dëshmoj modelin e vetë qeverisës. Kur LDK-ja sot kryetarën e saj e ka kryetar partie, unë nuk e di se pse deputetët e kësaj partie nuk do ta votonin Thashin për president dhe kështu do ta prishnin automatikisht marrëveshjen e koalicionit. Mos zgjedhja e Thashit president e para mund ta çoj vendin në zgjedhje jashtëzakonshme nëse e zaurohen 3 raundet e zgjedhjes së presidentit, por unë besoj që nëse vazhdohet të proklamohet nga figurat e LDK-s që nuk do ta votojnë Thashin për president, unë mendoj që qysh në raundin e parë ose të dytë të tentimit për ta zgjedhur Thashin president mund të ndodhë prishja e koalicionit mes LDK-s dhe PDK-s. Dhe ardha e sepse Thashi e para nuk do të pranonte të hynte në një garë për ta djegur veten politikisht. Pra nuk besoj që Thashi do të futej në sallë pa qenë i bindur që do të zgjedhë president. Ai këtë gjë mund të rrezikojë në raundin e parë dhe të dytë, pra të tentonte ta ruante kushtimisht koalicionin me LDK-n, me synimin që për ta bindur që në të tretën vërtet të gjithë deputetët e LDK-s ta votonin atë për president, por në momentin kur ai do të konstatojë që mund të rrezikohet zgjedhja e tij për president, unë mendoj që ai do ta prish koalicionin dhe do të bëhet një koalicion i ri. Mund të kemi zgjedhjen të koalicionit. Mund të kemi zgjedhjen të koalicionit, kuptimin ose mund të përfshihet edhe ndonjë nga partitë opozitare ose LDK-ja do të shkojë drejt opozitës. PDK-ja dhe Thashi do t'i plotësoj, po themi kushtimisht, kërkesat e partive opozitare. Ne e dim që vetvendosa nuk futet në këtë koalicion, bëhet fjalë për aleancën për Armeninë e Kosovës dhe për Nismën. Unë besoj që nëse do të përfilleshin kërkesat e AK-s për demarkacionin dhe nëse Bashkia e Komunave Serbe do të formohej pikërisht siç ka kërkuar gjykata kushtetuese, unë besoj që këto dy parti do të futeshin në një koalicion qeveritar ku ndoshta do t'ju takonte edhe kryeministri. Thashi do shkonte drejt presidentit dhe kryeministri mund të ishte dikush nga partitë opozitare ose PDK-ja sërish do ta merrte kryeministrin, president mund zgjedhë dikush konsensual ose një figurë që mund të ishte e pranueshme për opozitën, por që këto dy partitë opozitare do të përfshihen në qeverisje. Pastaj nuk do të ketë zgjedhje vitin e ardhshëm. Unë besoj që asnjëherë, pavarësisht që opozita po kërkon zgjedhjet, sepse duke qenë se ajo ka korrur një fitore politike, dëshiron ta mbajë të freskët këtë fitore në mënyrë që në zgjedhje të thotë që ja këta ishin ata që shkelën kushtetutën, ja kjo ishte ajo parti opozitare që e tradhtoi vullnetin opozitar dhe u fut në qeverisje. Kjo, domethënë opozita pretendon që në zgjedhje mund të rritej, por unë besoj që nëse dikujt nuk do t'i konvenojnë zgjedhjet, kjo është LDK-ja. LDK-ja nëse do të rrezikojë me çështjet e presidentit, ajo edhe mund të shkojë në opozitë, po edhe mund të shkojë në zgjedhje. Opozita flitet që do të shkojnë në një listë të përbashkët. Po me gjas, opozita ka kuptuar që të shkojnë në listë me listë të përbashkët e ka të domosdoshme. Sepse ne e dim që po nisemi nga Nisma, e cila është parti që me gjas nuk do t'i konfirmoj ato votat që i ka marrë, sepse njerëzit që u shkëputën atëherë nga Nisma nuk është se u shkëputën shumë për ideale dhe ideologji politike, më shumë u shkëputën për shkak të perceptimit që mund të vijë në një pushtet tjetër ku thotë që është në opozitë, Livaj mund të ishte pushtet e tjerë. Edhe Nisma llogaritë vetë dinë që e vetme nuk futet, edhe Aleanca ne e dim që të paktën 2 vitet e fundit ka pasur rënje drastike, sidomos në Po në rast që vetëvendosja nuk do të jetë në koalicion me këto dy parti, sigurisht që këto dy parti do të rrezikonin, kuptimin njëra do të binte, tjetra mund të rrezikonte edhe pragun. Zoti Sallova, ne të falenderoj që ishe në studio. Faleminderit juve. Ne rikthehemi në studio pas një bloku të marketingut.